Edhe magnezin e gjejmë edhe në forma të ndryshme edhe në dozime të ndryshme. Për shembull, një person i rritur, a duhet unë me marr 400-500 gram magneza, po çfarë doze rekomandohet kur e merr rregullisht? Varet nëse ka mungesë shumë, sepse të gjitha këto maten. Po deri në 1 gram ditore mund të merren. Krejt varet prej formës të cilën e merr. Sepse ato okside, edhe 1 gram nëse i merr, dikon 7% e kanë përshtatshmërinë. Citratet e kanë pak deri 20%. Mundet mi pas 800 ose edhe ma tepër miligram, po prapë se prapë nuk mjafton. Shpjego ma për qytetarët çka janë oksidet e çka janë citratet? Tipet e magnezit. Oksid, përshtatshmërinë e ka shumë tult. Mundesh me gjetë me 400 miligram, ose mundesh me gjetë nështë edhe ma shumë, ose ma pak. 600, po. Mundesh me gjetë, po përshtatshmërinë e ka shumë tult edhe nuk e jap efektin sa duhet. Citratet? Citratet e kanë diçka pak më të lartë. Bisglicinatet ose glicinatet e kanë më të lartë në treg, që ato janë më të mirat. E tani aty varet edhe prej kompanisë e cila i krijon shumë pastërti ose e bën organike, ajo atëherë ka efektin edhe shumë më të mirë. Kjo është zgjedhja e secilit me bë. Aty në veç ju metet me pyet farmacistin ose kush është aty cila është e ka efektin më të mirë. Jo me vetë veç për çmimin. Çmimet nuk po varen tash prej neve, jo veç të na, po këtë botën. Po, e di që është një temë e ndihshme shumë dhe do doja në të ardhmen ndonjëherë ta diskutojmë, por jo sot. Rregullohen. Po, kismet.